Transferimi i Yasir Hasanit në Japoni duket se nuk do të realizohet pasi negociatat mes klubit të Guangzhous dhe ekipit japonez të Yokohamas nuk kanë arritur marrëveshje për anësorin shqiptar. Këtë e ka konfirmuar vetë trajneri i Guangzhous, i cili ka sqaruar se deri më tani nuk është arritur një dakordsi për kushtet e transferimit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ardhmja e Hasanit është e mbyllur në këtë drejtim pasi pritet që klubi të shqyrtojë dhe oferta të tjera për sulmuesin shqiptar, i cili ka kontratë deri në fund të këtij viti. Yasir Hasani ka pasur një sezon të qëndrueshëm me Guangzhou, duke shënuar deri tani 6 gola dhe duke dhënë 2 asist në kampionat. Performanca e tij e mirë është dhe më e dukshme kur kujtojmë suksesin që pati në Championsin e Azisë, ku shënoi plot 9 gola duke u bërë një nga lojtarët më të dalluar të skuadrës në këtë kompeticion. Këto shifra tregojnë se Hasani është një lojtar me ndikim të rëndësishëm në fushë dhe me potencial të madh, çka ka bërë që interesimi për të mos mungojë. Me kontratën që i përfundon në fund të vitit, situata e tij kontraktuale është një element kyç që po analizojnë dhe drejtuesit e klubit koreano-jugor. Ata janë të gatshëm të marrin parasysh oferta të ndryshme duke kërkuar zgjidhjen më të mirë për klubin, por edhe për vetë lojtarin. Për momentin asnjë opsion nuk është përjashtuar dhe pritet që në javët në vijim të ketë zhvillime të reja për të ardhmen e Yasir Hasanit, i cili mbetet një prej futbollistëve më të shquar shqiptar në ligat aziatike.